Një cistern kineze i quajtur Rich Steri, e cila ndodhet nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara, ka kaluar në ngushticën e Hormuzit duke sfiduar kufizime detare të vendosura nga Washingtoni. Anija në pronësi të kompanisë Shanghai Shipping ishte futur në listën e sanksioneve amerikane për shkak të përdorimit të saj në transportin e naftës bruto iraniane. Sipas të dhënave të transportit detar, cisterna ka kapacitet prej rreth 250.000 fuqi metanoli dhe kishte marrë ngarkesën me partinë Hamiraj në Emiratet e Bashkuara Arabe. Fillimisht anija ishte mbrapsht të hënën në mbrëmje, por më pas ka vijuar rrugën dhe ka kaluar në ngushticën e Hormuzit të martën duke sfiduar kufizimet e vendosura. Ngjarja ndodhi pasi presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se marina amerikane do të bllokonte çdo anije që hyn ose del nga zona strategjike e ngushticës së Hormuzit dhe porteve iraniane. Në reagim, Kina e ka cilësuar këtë qasje si të rrezikshme dhe të papërgjegjshme, duke paralajmëruar se përshkallëzimi i veprimeve ushtarake mund të rrezikojë sigurinë detare dhe të dëmtojë marrëveshjet e prishta të armëpushimit në rajon. Zëdhënësi i Ministrisë të Jashtme kineze ka deklaruar se veprimet të tilla ushtarake vetëm sa rrisin tensionet dhe kërcënojnë lirinë e lëvizjes në një nga rrugët më të rëndësishme të transportit detar në botë. Ndërkohë, sipas raportimeve ndërkombëtar, Arabia Saudite po ushtron presion mbi SBA-n që të tërhiqet nga bllokata dhe të rikthehet në tryezën e negociatave, duke paralajmëruar rrezikun e përshkallëzimit të mëdhenjshëm dhe ndikimin në tregjet globale të energjisë.